Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të pozicionuar tek një lajm që sot po bën bujën e madhe nëpër medien ros. Do të ndalojmë tek Xheneta Fetau. Xheneta Fetau është në shënjestër të lajmeve, është në shënjestër të komenteve, për çdo lëvizje, për çdo detaj që në fakt ajo publikon në rrjetet sociale apo qoftë nëpër komente që ajo shkruan. Një emër që në fakt Xheneta e ka përmendur edhe brenda shtëpisë të Big Brother VIP Kosovës, një personazh shumë i njohur, një boksier i cili është përmendur brenda në shtëpi nga Xheneta, një zemër e shkruar në postin e ati nga ana e Xhenetës ka ngritur pikpyetje edhe hamendësime shumë të mëdha. Në botën gjithmonë në lëvizje të showbizit shqiptar mjafton një fjali, një emoj apo një veprim i vogël në rrjetet sociale për të ndezur një zjarr spekulimesh që nuk shuhet lehtë. Këtë herë në qendër të vëmendjes është Xheneta Fetau, ish finalistja simpatike dhe shpeshherë komentuar e edicionit të fundit të Big Brother VIP Kosova. Vetëm pak orë më parë, Xheneta ka publikuar në Instagramin e saj një mesazh të shkurtër por tepër të fuqishëm. A jeni gati për një befasi? Ky postim enigmë mjaftoi për të ngritur rrjetin në këmbë. Fansat e saj të ndarë mes adhurimit dhe kureshtjes nisën menjëherë të hedhin teori të shumta. A bëhet fjalë për ndonjë projekt të ri profesional, edhe pse e dim që Xheneta në fakt ka postuar tashmë pjesëmarrjen e saj në serialin të cilin u bë publik, një ftesë televizive apo një lajm bomb nga jeta e saj personale. Spekulimet morën edhe më shumë vrull kur vetëm pak minuta më vonë Xheneta komentoi me një emoj me zemër në një postim të bërë nga boksieri i njohur Ardian Krasniqi. Ky detaj i vogël i fshehur mes qindra komenteve u kap menjëherë nga fansat më të vëmendshëm, të cilët e interpretuan si një sinjal të qartë se mes Xhenetës dhe Ardianit mund të ketë më shumë se një miqësi të zakonshme. Në fakt është një emër që Xheneta e ka përmendur edhe në Big Brother, ashtu siç e thash, Ardian Krasniqin. Nga ana e Ardianit nuk është se kemi kapur ndonjë detaj që Xheneta Fetau mund të ketë një raport apo mund të ketë një marrëdhënie të hapur me këtë djalë, por ky komenti me zemër që Xheneta edhe mund t'ja ketë nisur këtë komentin në aspektin e pëlqyeshmërisë që ka ndaj një sportistit apo është fanse e Ardian Krasniqit, publiku e ka marrë si të mirëqënse është ndoshta në një marrëdhënie apo në një njohje të mundshme. Për ta kuptuar më mirë këtë dinamik të re, duhet të rikthehemi disa muaj pas. Në kohën kur Xheneta ishte ende banore brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Gjatë rrëfimeve të saj në biseda të ndryshme me banorët, ajo e kishte përmendur disa herë emrin e Ardian Krasniqit, duke lënë të kuptohej se mes tyre ka ekzistuar një njohje paraprake ose një simpati. Por deri më tani, as Xheneta e as Ardiani nuk kanë konfirmuar asgjë publikisht dhe pikërisht kjo heshtje ka shtuar edhe më shumë misterin. Fansat pyesin, a është kjo befasia që Xheneta po përgatit një dalje publike me boksierin apo ndoshta një lidhje dashurie që do të bëhet zyrtare së shpejti. Ndërkohë në një tjetër skenë të kësaj historie futet edhe një emër i njohur për publikun, Gjesti, një nga finalistët më të fortë dhe më të komentuar të Big Brother Kosova 2. Gjatë qëndrimit në shtëpi, ai dhe Xheneta patën një kimi të dukshme, që ndezi interesin publik dhe krijoi aludime për një lidhje të mundshme mes tyre. Por gjatë një koncerti të fundit, i provokuar nga fansat me pyetjen për raportin e tij me Xhenetën, Gjesti vendosi të fletë qartë dhe prerë. Ai deklaroi që nuk ka patur asnjë gjë mes tyre. Deklarata e tij për disa ishte një zhgënjim, për të tjerët një sinjal që Gjesti
nuk dëshiron më të lidhet me imazhin e Xhenetës, disa aludojnë se kimia në ekran ishte thjesht një lojë për kamerat, të tjerët mendojnë se pas daljes nga shtëpia, rrugët e tyre janë ndarë përfundimisht dhe tashmë zemra e Xhenetës rret diku tjetër, ndoshta pikërisht për Ardian Krasniqin. Nëse kjo do të konfirmohej dhe do të ishte një histori interesante që bashkon dy botë krejtësisht të ndryshme, showbizin edhe sportin, por të dyja të mbushura me energji, sukses dhe fansa të shumt. Një vajzë e komentuar për pamjen dhe karizmin dhe një bokser i pathyeshëm në ring, a mund të jetë kjo çifti më i ri i vitit? Për momentin gjithçka mbetet në nivele të aludimeve. Asnjëri prej të përfshirëve nuk ka dalë me një deklaratë publike, por një gjë është e sigurt. Rrjetet sociale janë në pritje, një foto, një story, një dalje publike dhe gjithçka mund të ndryshojë rrjedhën në pak sekonda. Deri atëherë ndjekësit e Xhenetës dhe fansat e showbizit do të vazhdojnë të spekulojnë dhe të përgojojnë çdo lëvizje të saj në Instagram. A është ajo vërtet duke përgatitur një befasi nga zemra, apo është ky thjesht një manovër e zgjuar për të ruajtur vëmendjen publike dhe për të qëndruar në qendër të lajmeve? Kujdesi me të cilën ajo lëvron imazhin e saj, koha e zgjedhur për postime dhe sinjalet e koduara tregojnë një person që njeh mirë lojën e famës dhe përdor atë me mjeshtëri. Do me thënë, është një pikpyetje e madhe për një lidhje të mundshme të Xhenetës me sportistin Ardian Krasniqi. Në fakt do doja të marr mendimin tuaj për këtë situatë të ndërtuar.